Kur vjen dikush të çështë rrezikut, thot, unë po e kryej këtë lloj harami, thot, po e shes alkoolin sepse nuk kam ku ha buk. Sepse ky person mendon, ose dikush tjetër që përdor kamat ose gjunave tjera. Këta njerëz mendojnë se nëse këta largohen nga kamata dhe nga alkooli do t'i lejë Allah të vdesin për buk. Kështu mendojnë këta njerëz. Dhe ky është mendimi i tyre i keq që kanë pa Allahun, sepse këta mendojnë se nëse këta e bindën urdhave të Allahut, Allah do t'i lejë pa ndihmuar pa udhën sukses. A e gërmoni të gjë vëllezër në vetë tuaja të shikojmë të gjithë ne se sa problematika kemi me këtë lloj gabimi të madh i cili është një përcilësive më të dukshme të munafikëve. Më të njëjtën xhennet ata personë që nuk bëjnë durim, ata që nuk kanë mendim një pa Allahun e madhëruar, ata të cilët mendojnë se rrezikun e tyre do ta fitojnë me haram. Nikoj që profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, çdo trup që ushqehet me haram, zjarri është më pasor për ta. Prandaj detyra kryesore është do besimtari, nëse ai dëshiron të jetë besimtar i sinqert dhe i pranuar tek Allahu që të mësoj dhe ta njohë se kush është Allahu subhanahu wa taala, të njohë cilësitë e tij dhe emrat e tij, që mos kenë mendim keq për Allahun e madhëruar se mundet të shkatërrohet pa kuptuar. Lutë Allahun e madhëruar që të na ruajë nga mendimi i keq për ta.